Lavdi dhe falendrimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Përshëndetjet tona qofshin për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Vëllezër, jemi në prag të përfundimit të muajit të bekuar, të muajit ku kemi pasur mundësi dhe na janë dhënë mundësi nga Allahu xhaleshanuhu të fitojmë shumë. Por tash çdo njeri e di se sa ka vepru, sa është mundu, por në përgjithësi më bëhena për atyre besimtarve sezonal. Nëse ke fillu dhe ke pas një përmisim në këtë muaj, mos bëhesh për atyre që me përfundimin e Ramazanit edhe ti të përfundojsh nga ibadetet të cilat i ke kry në këtë muaj në agjerimit. Mos bëhesh për atyre që thotë Allahu xhaleshanuhu ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Mos bëhej për atyre që e harroni Allah, do më thonë e harroni ibadetin dhe haket që i keni ndaj Allahu xhaleshanuhu, nuk i zbatoni dispozitat të cilat u ka urdhëruar, sepse çka ndodh fa'ansahum, Allahu xhaleshanuhu e bën që ata të harrohen edhe të merren me gjëra të cilat do të jenë shkak për dënimin e tyre. I harrojnë udhën e Allahu xhaleshanuhu, fillojnë të merren me gjëra të cilat nuk kanë dobi prej tyre, jashta se dënim dhe mjerim. Ja për shembull ju e dini, buri i madh për shembull fillon të merret me rrjetet sociale. Edhe tuzhit edhe fundoset krejt në haram. Në më thënë kësaj ne duhet i ruana. Elhamdulillah, Allahu xhaleshanuhu në e dha një mundësi që ne të përmisohena edhe të përmisojmë gjendjen tonë në të gjitha fushat e ibadeteve. Pra, atëherë të vazhdojmë në atë dhe të mundohena nëse nuk bëhena për atyre që të ngrejmë edhe pak ma tepër nivelin, atëherë mos bijem bërëm poshtë. Sepse ne të gjithë e dim, ka njerëz të cilët me përfundimin e namazit bajramit edhe e përfundon me këto punë. Fillon me falë namazin, e rregull që 5 kohë namaz është, fillon të harrojë Allahun xhaleshanuhu me dhikret të cilat i ka bërë gjatë muajit Ramazanit, s'paku do të mbash atë ritëm, do të mbash edhe agjerimi është edhe për qatë, la'allakum tattaqun, që në fund ju të arrini të ki rezultat që të ngreni në venin e takvas ndaj Allahu xhaleshanuhu. Nëse agjerimi jot nuk e ka bën një gjë të tillë, atëherë kjo një shenjë se ku me ditë Allahu xhaleshanuhu ata ka bën kabul atë agjerim. Pra duhet të thënë vetën tonë do thënë të korrigjojmë ne. Pra mos bëhena sezonale. Allahu xhaleshanuhu nuk i don njerëzit që janë sezonal. Njerë një vërshime madhe si vërshima, edhe pas të hop ndalet. Nëse ku e shofësh nuk ka, kur gjon. Jo për atine. Bëhu për atyre që, si thot, të bësh vepra të vazhdueshme, qofshin edhe pak ato,
ama vazhdueshmëri të kese në ato. Inshallah, Allahu Gjellëshanu në bën prej të tillëve, e jo prej atyre që do të harrojmë veten tonë, do me thonë, Allahu Gjellëshanu e bën ashtu, e ka harru Allahun, urdhët e Allahut e ka harru. Allahu e bën që ti mos merresh pastaj me gjërat të cilat të çojnë në dobi, por merresh vetëm me gjërat e këqija, edhe ti mendon se po argëtohesh, se po je i lumtur, kur vjen një ditë edhe befasohesh, por befasimi atëhershëm nuk ka asnjë farë dobie. Ela in ahsan al-kalam wa ablagha an-nizam, kalamu Allahi al-Malik al-Aziz al-Mannan.